Në Vlorë prej vitesh janë ndërtuar mjaft projekte infrastrukturore, të cilat sigurisht i kanë ndryshuar pamjen e qytetit, por ajo se çfarë vjet re është fakti se pas ndërtimeve të këtyre veprave madhore për Vlorën nuk ka asnjë përkujdesje për këto të fundit. Madje në qytetin bregdetar mungojnë kontrollet e erpashershme për të parë në tokë në çfarë gjendje janë muaj pas muaj. Jo vetëm kaq, por nuk ka asnjë person i cili mund t'i vëzhgojë këto projekte, duke i mbrojtur edhe nga dëmtimet. Kjo situatë ka bërë që shumë projekte në qytet, pas ndërtimit të tyre, të bien pre e dëmtimeve apo vandalizimeve nga persona të papërgjegjshëm. Rasti i ngjashëm dhe i përsëritur sërish ka ndodhur në parkimi publik të automjeteve të gjendur në zonën e Pyllit të Sodës. Ky parkim, i vendosur në funksion si parkim publik vetëm pak muaj më parë, që gjendet përgjatë rrugës së plazhit të vjetër, ka rënë pre e dëmtimeve të shumta. Prej tij janë prerë hekurat mbajtës dhe janë hequr prej andej zgarat prej hekuri mbrojtëset e kunetave kulluese të këtij parkimi. Hekuri është prerë në parkimi përballë fushave sportive, ku stërvitet çdo ditë ekipi i flamurtarit nga persona sigurisht ende të pa identifikuar, teksa këto mbajtëse hekuri, të cilat gjenden sipër kunetave, janë shitur për përfitime monetare. Kjo gjë ka bërë që në vend të tyre të mbeten mes për mes parkimit disa kanale të hapura, të cilat ndikojnë sigurisht tek të gjitha automjetet që parkojnë aty, duke qenë një prej faktorëve pse këto automjete dëmtohen apo edhe gomat e tyre çahen. Por jo vetëm kaq, duke mos patur më mbrojtëset prej hekuri, kunetat kulluese janë pushtuar nga mbeturinat. Mbetje të ndryshme, kryesisht materiale plastike apo mbeturina nga produktet e konsumuara aty, janë hedhur në shesh, duke bërë që kunetat të nisin të bllokohen edhe përrjedhoj mos të kullojnë, transportojnë dot ujërat e bardha të shiut. Kjo gjë sigurisht shkakton që përgjatë ditëve me reshje, ky parkim të nisë të mbledh ujë dhe të kthehet në jo funksional. Në zonë, pavarësisht investimit që u krye, mungojnë kamerat e sigurisë për të evidentuar personat që shkatëruan pronën publike. Gjithashtu, mungon edhe një roje sigurie i cili mund të mbikëqyr territorin, si edhe në rastet e mëparshme të dëmtimeve të projekteve në qytet. Vlen të theksohet edhe fakti se mbeturina të shumta janë hedhur jo vetëm në kuneta kulluese, por edhe në ambientet përreth, duke ndotur të gjithë territorin nga mbeturinat dhe papastërtitë.